Mëre Kek, e Kost, e Nagip, e Martin, e Dejon, e gjithë këta që kanë qenë përfshirime me kapela, pa kapela, krejt ata akterët kryesorë të sektorit energjisë që i keni pa dhe jo. Gjithë ishtë dashtë me përfundu në burg. Kur kush nuk është arrestu për skandalet e mbaja që ka ndodhë këto 25 vjetë në Kish Shoqëni. Kur kush është arrestu? Në vitin e kaluar ka ndodhë. Edhe? Presim tash atë. Hetimet? Nuk mund të flasë. Fjala e famshme, hetimet vazhdojnë. Hetimet vazhdojnë, personat janë të lirë, që ashtu e ka kjo farpune. Ja, pa gjyqësia. të konstituimit të Kuvendit Republikës Kosovës keme kërku hetim të detajuar të sektorit energjisë që ka ndodhë. Edhe në menaxhimin e kapaciteteve ekzistuese, edhe në shitblerjet e energjisë elektrike, gjithçka duhet me u hetu në detaj dhe duhet me auditu këto transakcione të dyshimta të cilat kanë ndodhur. Pra duhet niveli më i lartë i shtetit me u marrë me këtë çështje dhe ky do të jetë një prej hapave të parë që do t'i bëjë Lidhja Demokratike. A mjafton vetëm një grup parlamentar me vazhdu hetimin. Kemi pasur të kaluar me grupe parlamentarët që kanë marrë hetime me çështje të caktuara, por deri star s'ka përfunduar kërkush në burg Visar. Ka pas komision parlamentar për hetimor për ato, akuza, deklarata, enaknasja 4-5 me deklarata, por kërkush nuk i nëshu, një disë nëshu këtë ato hetime në prokurori, kërkush nuk është arrestu për skandalet e mbaja që ka ndodhur këto 25 vjetë në Kish Shoqëni. Kur kush është arrestu? Nuk muj me i paragjyku... Jo, unë po deklarë Visar që jemi si 20 pjesë e mediave. Ke postë në ato komisione hetimore, hetim ato, deklarata, polemika në kuvend, televizionin, media, përfundoj ke me qasë dhe kry muhabeti. Nuk ishtë dasht, realisht nuk ishtë dasht me përfundu me qasë. Po pse këso erës përfundoj me si kasë? Qa mi aftën vetëm komisione hetimore parlamentare, apo duhet... Na duhet me ngritë si çështje në nivelin matnal shtetëror. Aty ku Parlamenti Kosovës i jep një farë drejtimi kësaj pune. Pastaj është në duart e gjyqësorit dhe prokurorisë për hapat e mëtejshëm. Unë nuk muj me i paragjyku se çka mund me ndodhë. E jona është na me shpërfaq kësë menaxhimin. Me u tregu popullatës, po edhe organeve të gjyqësisë e prokurorisë që ka skandale të një pasnjëshme sektorit energjisë. Pastaj e kem prokurorinë speciale, kem gjyqësorin, ata le ta bëjnë punën e vetë. Gjithë të denuncimis që i keni bëju dhe vjetë, ka thirë dikush prej gjyqësisë për prokurorisë për dëshmime lanë. Ju opozita keni argumentu të nkohen. Ma herët po kem qenë ftuar në prokurori, kem dhënë dëshmi tona nga individ caktuar të Lidhjes Demokratike. Para sa vjetë, Visar? Jo, edhe po flasim për vitin e kaluar, se tash jem në shkurt. Në vitin e kaluar ka ndodhur. Edhe? Presim tash atë. Hetimet? Nuk mund të flas. Fjala e famshme, hetimet vazhdojnë. Hetimet vazhdojnë, personat janë të lirë, që ashtu e ka kjo farpune. Në rast, me një shtet ligjor, me një komision parlamentar hetus, a besën shkon dikush në burg? A jeni të bindur që ka pas vjur ato që ndërrohet mafia energjetike? Komplet vija zinxhiri është dashur me përfundu në burg. Të këtyre njerëzve që i përmendëm. Vija zinxhirore ki te Keku, te Kosti, te këto, apo e ki fjallën... Mëre Kek, e Kost, e Nagip, e Martin, e Dejon, e gjithë këta që kanë qenë përfshirime me kapela, pa kapela, krejt ata akterët kryesorë të sektorit energjisë që i keni pa dhe jo. Gjithë ishtë dashur me përfundu në burg. Kjo është mendimi im. Po, pjesën tjetër nuk është kompetencë ime as të flas, as të gjykoj se çka mund me ndodhë. Dështimi total investime, s'ka pas investime.